është super erë. Mirëmëngjesi, sot është data 8 edhe ora është 7:25. Outfiti që kemi veshur sot. Djali ditëlinjës. Djali legnës. Kemi në lista par Antwerpen edhe ambienti lokalit. Okej. Kena bo një orë e gjysë dhe qka më ardhë. Cute. Po e sjallë pa kamerën ndajna në që të shofi. Hej, javën që kaloj isha në Belgjik dhe mund të theksoj që në fillim që kishte shumë erë, prandaj nuk është një kur gjo që unë që kam folë në video. Dhe përveç kësaj ishte një ndër ultime që kom e metë gjatë në mendje dhe ishte shumë bukur. Shkova për ditëlinjën e erit dhe përjetova shumë atë tepër se sa e prisja Belgjikën. Vizituan disa qytete si Knock, Ostende, Antwerp dhe Gent. Këto jena në Antwerpen, nërsa këto është vendi, dhe me thonë qendra e Antwerpenit. Kishte shumë erë. Edhe ishte doli koha, sepse kur më rrit me një ishte pak shi, atëherë filloi kohë e mirë. Kena orë me ndru luk në tualet, çanta, luku është i palë, pijama, jumpsuit. Arsye kryesore e ultimit ishte ditëlinja e erit, një ditë shumë e bukur, që lujt me qesh, me shëtit me këtë bicikletën që ishte gjohë shumë e bukur, dhe ashtë të gjëraj kushtë që shkon në Knock, se këto nullën në Knock, dhe pa përmend edhe herë kishte shumë erë. Nuk e di pse Belgjika vendosi të bante këtë change personal me klimën. Në Knock me zje mojta kamerën drejt, në Ostende njihesha si një film ku personazhet përpiqeshin të ecnin kundër stuhis, por kena arru qirat e erit, alle gjithë me të kja hemaja, dhe i morme, alle boshin 99 cent, alle i dhosh një euro, s'mla kusur, alle herë të po, ma të kusurin që këtë dosh t'i ko ba, cetëla. Unë i ka veceja të kretë hoteli si me kanë këshu velipoj se kena më të mira kup. Null. Eri, a je knaqën tim në hoteli? Ja, kam. Shumërime për një, shumërime për eri, shumërime për një. Shpër dëshire. Bravo, Pesha. Hajde të shika shatë, super. Bravo. Këto është dita tjetër, duke shiu mëngjesin, por hoteli s'na ka pëlqy hiq. Por gjithsesi kena bo një rikujtes, nuk ka rëndësi me keji, por duke shiu momente të bashkë me një tjetrin, duke shiu momente që i ngatru me rrugicat, si zgjet me qendrën e Gentit për shembull direkt, erën, qeshunat, edhe gjaja më e rëndësishme ose një rikujtes është që delni, shëtitni, shihoni jetën, le ku shkon e vjen, jeta s'vjen mo, si ka thonin Kelidi. Me ull me një vend këtu në Gent, super bukur, ambienti, pamja, super. Erë shkeme përësit, edhe normalisht që në vjen Gent edhe mas me hunger. What else? Kështu që shqyqër nuk ka shumë erë, edhe cute.